Një gjuhë që po mbahet me vokacion, me ngjyra, me nuanca të konfrontimit. Po e shohim këtë ditë midis një figure që ka pushtet në partinë e Kurtit, quhet Dejona Mihali, për cilën keni fol. Dhe ta zëm zotit Përparim Rama, kryetarit të kryeqytetit. Një figure tjetër të rëndësishme politike dhe Lutës, zotit Sami Lushtaku. Si e lexoni këtë lloj të konfrontimit politik? Në fakt, kur kam folën për Dejona Mihali, njerëz nuk kanë ditë kush është Dejona, nuk kanë pas as ide, derisa ishin marrë masa ndaj saj dhe Bojken Ajbasit, të cilët ishin ndalu për me hyrë në territorin e Republikës Kosovës, dhe në orën e qeverisë Kurti. Ata kishin të ndaluar hyrjen në brenda territorit të Republikës Kosovës. Në atë kohë ne kesh informacione që Kurti takohet në Shqipëri, në Koks dikon, takohet në baza javore me Dejonën, e cila konsideroi njërin ndër personat apo personalitetet kryesore të vendosjes. Për AKI në atë kohë thu? Për kë? Për AKI-n. Më kujtohet në atë kohë që AKI-ja ishte institucioni i cili zbatonte, domethënë, kërkesë operative në lidhje me vetë Dejonën Mihalin. Edhe me kërkesë të rekomandim të Agjencisë Kosovës për Inteligjencë, njëta u shpall person i padëshuruar për Kosovën dhe nuk ishte i lejuar që të futet në Kosovë. Dejona Mihali... Kërkesën nuk e bëri politika, por AKI. AKI. Kërkesa në atë kohë ka shku për Agjencisë Kosovës. Ka qenë rekomandim. Je i bindur që politika ka mbajt dur të lartë nga AKI në këtë rast? Jeni të sigurt që në rastin konkret më kujtohet, kam qenë vetë i angazhuar me Agjencinë Kosovës për Inteligjencë, në atë kohë ka qenë larg politika e ndikimit këtë aspekt, dhe nëse nuk gaboj ministri i punëve të brendshme në atë kohë ka qenë Skënder Hyseni, i cili e ka trajtu kërkesën e Agjencisë Kosovës për Inteligjencë dhe në bashkëpunim me policinë e Kosovës, përkatësisht departamentin për kufe, drejtorinë e kufitare, ka ndërmarrë masat konkrete duke e listu në kufet e Republikës Kosovës si person i cili nuk i lejohet hyrja në territorin e Republikës Kosovës. Një standard që zbatohet edhe nga vendet të ndryshme, qoftë ballkanike apo Bashkimit Evropian, apo edhe vetë Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Thjesht Dejona Mihali është një person për cilin unë kujtoj që edhe për vetë Kryeministrin e Republikës Kosovës, edhe për vetë lëvizjen vetëvendosur, edhe për vetë qeverinë e Republikës Kosovës, do të ishte mirë që me pa, domethënë, një çështje të me rëndësi, se për çfarë arsye ajo ishte kualifikuar si person i padëshuruar me rrezikshmëri për Kosovën, dhe se ajo me këtë mos arriti që të marrë shtetësinë e Republikës Kosovës dhe njëjtë të ushtroi të drejtën e të qenit një person me fuqi ekzekutive brenda subjektit të cilit drejton shtetin e Republikës Kosovës. Nuk ka të keq as kush që të hetohet, të hulumtohet për institucioneve drejtësisë janë të Kosovës ta. Dhe Kosova pse jo muti se cilin ta hetoj, ta trajtoj dhe të vërteta. Osmani kishte dhënë brenda ditës shtetësinë. Po pikërisht vetë sa Osmani pasi shkputi një çajin figurativisht politik me Kurtin, e akuzoi lëvizjen duke aluduar se ajo ka importuar njerëz të rrezikshëm. Në këtë rast, unë personalisht, po të isha në pozitën e prokurisë speciale të Republikës Kosovës, kisha kërku sqarime nga zonja Osmani, minimalisht për fshehjen e veprës penale, sepse nëse Vjosa Osmani ka pas informacione që Dejona Mihali ka kry veprime të cilat cënojnë sigurinë kombëtare, apo edhe minojnë demokracinë, minojnë zhvillimin, e njëjta ka qëndash që si presidente, si qytetar e Republikës Kosovës, ti jap të gjitha informacion në institucionet e Republikës Kosovës, jetë t'i adresoj në publik, dhe në këtë rast edhe policia e Kosovës ketë mundësi me ndërmarrë bashkë me prokurinë me ndërmarrë veprime konkrete për ta vendosur para përgjegjësisë. Nuk e bëri. Ligji ka para pa, fsheh veprës penale. Është vepër penale. Dhe në rastin konkret, nëse ish presidentja ka fsheh vepër penale, atëherë do të më ballafaqojë me ligjin se për këtë fshehje veprës penale. Nëse ne lejojmë standarde. Si është rrezikshme Dejona? Si u bë kaq figurë? Si u ngrit për ju? Dejona Mihali me Kosovën mirët që nga vitet 1997. E njëjta nga Tirana kishte komunikime me individ të cilët sot me persona të cilët sot janë brenda lëvizjes vendosje. Dhe bashkë me to kishin ardhur në Kosovë në pas luftës për themelu një organizatë politike apo humanitare apo organizatë qeveritare e cila quhej KAN. Dhe rrugtimi i Dejonës me persona të caktuar në vendosje ishte rrugtim i hershëm, e që në fakt institucionet e Republikës Kosovës, përkatësisht Agjencia e Kosovës për Inteligjencë me rekomandimin e saj për person të padëshuruar, sigurisht ka gjetë të dhëna apo prova apo shënime të cilat lidhen me rrezikun që ajo e përfaqëson të qenit me aktivitete. Çfarë lloj rreziku nëse mund ta ndosh?
për arsye se së fundmi është diskutu shumë rreth figurës, rreth vetë Dejona Mihajlit, nuk kisha dashur shumë me nda rreth kësaj çfarë rreziku, por ajo që do ta kisha bënë një pyetje shumë interesant, nëse Dejona Mihajli ka shkelë në territorin e Shtetit Bashkuar të Amerikës. Kjo do të ishte shumë me interes për publikun, po dhe nëse jo, pse jo. Ndoshta kjo do të ishte disa dilema rreth asaj, për cilat njerëz ka nevojë edhe të dinë mbas ndonjë fakt, shumë drejt. Ose cilat janë pyetjet që ke, nëse jo. Ta thashëm në pyetja e parë që ndoshta qeveria në detyrë. A ke shkelur ndonjëherë në Shqipëri? Pyetja tjetër. Ose pyetja e dytë që do t'ja kisha parashtruar institucionit të Republikës Kosovës, pse është kaq e nevojshme që komunikimet me personalitete siç janë kryetari i Prishtinës të ballafaqimit apo komunikimit së ballafaqimit të bëhet përmes një personi që në fakt është i atakuar nga një masë e konsiderueshme të Republikës së Kosovës, ka dyshime rreth personalitetit të saj, e sidomos përplasja e fundit me kryetarin e Skënderajit, e cila lidhet edhe me elementet e luftës, se që në fakt, siç thashë më parë, Dejona Mihajli aktivitetet e saj me Kosovën i ka që nga viti 1997. Funksionon në skema se po shihet qartë një gjuhë urrëties e përçarjes, e mosdurimit. Ju e dini që ka pas akuza e vlefsimit, e demonizimit. Jo keni pas rast kur ka pas akuza drejt për drejt të persona të cilët kanë qenë brenda lëvizjes vendosje, që kanë treguar se si Dejona Mihajli e kontrollon jetën brenda lëvizjes vendosje. Se si të gjithë antarët e Cila skema, platforma që operon? Se ne këtë bilanc përshojmë, një gjuhë të urrëties, të përçarjes, të mosdurimit, të zhvlerësimit edhe të figurave të rëndësishme të luftës. Pa kanar hiç. E para unë që kisha pas shumë dëshirë që ta shoh kryetarin e Prishtinës dhe kryetarin e Skënderajit së bashku në drejtim të adresimit çështjeve në nivel edhe kombëtar dhe ndërkombëtar. Problemet e tyre më mirë me adresuar në Tiranë zyrtare, sepse Dejona Mihajli është shtetase edhe e Republikës së Shqipërisë. Shërbimi informativ shqiptar ka bashkëpunim me Kosovën. Lora Hyseni atje. Është shtetase e Kosovës, po. Shtetase e Kosovës, si zyrtare e Agjencisë Kosovës për Inteligjencë. Unë kujtoj që nuk mjafton edhe për kryetarin e Prishtinës, edhe për kryetarin e Skënderajit që të kenë vetëm deklarime publike, po të bën veprime konkrete, jo vetëm përmes padive, jo vetëm përmes padive civile për shpifje, por edhe që është thuash me alarmate. Unë kujtoj që cenimi i sigurisë nderuar. Kush është për ju pas zonjës Mihajli, nëse ajo nga 97, nga 97 apo? Unë e di që njëri ndër personat me ndikim tek Mihajli është Angelika Mihajli, Lika Mihajli, e cila është vajza Hoxhës Dejonës. Dhe ajo është? Ajo është jeton dhe vepron në Greqi, në Athinë. Me funksion? Thënë të drejtën nuk ka ndonjë funksion personalisht, po bashkëshorti i saj besohet që është shefi i inteligjencës, përkatësisht është shefi operacioneve në inteligjencën kombëtare të Greqisë, e që në fakt besohet që është njëri ndër personat që e ka mbështet dhe vazhdon me mbështet Dejona Mihajlin në jetën e saj politike. Ju e dini që ka pas shumë diskutime rreth asaj, sepse Kurti, shumicën e rrugëve tina i ka në Athinë. Ka qenë interesant se dhe drejtori i Agjencisë Kosovës për Inteligjencë, Petr Gajeti, ka udhëtu, që në të kaluamën nuk më kujtohet, ndonjëri prej drejtorëve të Agjencisë Kosovës për Inteligjencë ka udhëtu në Greqi. Madje më kujtohet shpeshherë policët e kufinit në Han të Elezit, kur i kam taku, më tregonin se sa shpesh drejtori i Agjencisë Kosovës për Inteligjencë e ka lënë kufirin edhe shkon në Maqedoni për të vazhduar tutje për Greqi. Krejt ky orientim i politikës Kosovës. Një qëllim. Unë kujtoj që është shumë e nevojshme që presidenti i Republikës Kosovës me fol për këtë punë, sepse ka drejtuar Donja Osmani, po. E ka drejtuar ish presidenti i Republikës Kosovës, e ka drejtuar Agjencinë e Kosovës për Inteligjencë, ka pas qasje në informacione të kualifikume, ka pas drejtën me kërku informacione edhe për lëvizjet e personaliteteve, përfshi dhe kryeministrin, qoftë për arsye të tjera, për arsye sigurie, më na tregu nëse politikanët kosovar, sidomos ata të ekzekutivit, kanë frekuentuar më shumë Athinën se Tiranën, cili ka qenë rezultati i këtyre komunikimeve që e ka pas Prishtina zyrtare me Greqinë, a kemi njohje. Po shoh që ke shumë
shumë pyetje, po aludon edhe në përgjigje nga gjithë kjo situatë. Kujtoj që nuk kisha dashur që t'jem këtë rast në farforme një person i cili kisha marrë të drejtën me tablu në çështje krejt mund të themi vitale apo këtë rëndësishme apo shumë të rëndësishme për vetë sigurinë kombëtare, duke i lënë gjithmonë hapësirë dhe detyra Agjencisë së Kosovës për Inteligjencë, e cila merr paguhet më nga taksat tona dhe goxha mirë paguhen për këtë farpune. Ne vetëm po ju tregojmë atyre që jemi edhe ne ata cilët kemi nga pak njohurinë lidhe me çështjet dhe ndoshta në të ardhmen kur pushteti do ndryshojë, do të largohet edhe drejtori i Agjencisë së Kosovës për Inteligjencë, do të dikush tjetër, do të ndryshojnë strukturat, nuk ka pushtet gjithmonë, ndoshta dikush do t'i intereson edhe ekziston mundësia që mund jek për spionazh edhe personat të cilët kanë qenë pjesë e strukturave të sigurisë së Kosovës. Edhe fundit protesta në Tiranë, si cilësoni, atje shohim pat një akuzë direkte ndaj pushtetit atje, ndaj zotit të Kurti. Megjithëse Rama u munua, u përpoqta mos e bëj përgjegjës zotin Kurti për pjesëmarrjen e kosovarëve atje, të shqiptarëve të Luginës, së Preshevës, të Maqedonisë. Në fakt, ne jemi kundër protestave, në rastet kur ata protesta konsiderohen që mund të jenë të organizuar nga mekanizma, struktura që kanë për qëllime të përtestatit. Besoni që protesta atje një pjesë e saj mund të jetë ndikimin e faktorëve të jashtëm. Së fundmi kush janë ata faktorët për ju? Së fundmi dhe nga vetë organizatorët, të cilët janë pjesë organizimit të saj, ka pas denoncime konkrete për angazhimet të radikalit islam, për angazhimet të grupeve greke, serbe, dhe në këtë aspekt jemi kundër. Protesta si protestë është e mirë. Çdo qytetari që proteston kundër një veprimi jo të mirë të pushtetit është për ta falendëruar. Dhe ne mendojmë që në Shqipëri ka vend për me protestu. Për shumë çështje. Por jo ka vend edhe në Maqedoni me protestu shqiptarët më shumë. Ta zëm si për gjuhën shqipe. Apo në Preshevë atje që një protestë vetme nuk e bojnë për kërcënimin më të madh që kanë shqiptarët, pasivizimin e adresave atje. Ndoshta kjo është edhe detyra e çdo qytetari të Republikës së Kosovës. Ose në Kosovë ta zëm për një mjedis socio-ekonomik. Për një braktisje të vendit mbi 300.000 vete kanë braktisë vendin këto 6 vite. Unë vlerësoj shumë mënyrën se si ka komunikuar kryeministri Rama në lidhje me Kosovën, duke mos e bërë përgjegjës në drejt për drejt kryeministrin në të Republikës së Kosovës. Por është Kurti përgjegjës për me gjithë shohim ideologët e tij në Tiranë atje. Në fakt pat edhe akuza drejt për drejt se gjysa e qeverisë është në Tiranë, me të cilat nuk kam kapacitet me konfirmu këto të dhëna, por që opinioni ka folë për këtë çështje dhe në momentin kur qytetarët ngritin këtë dilema ne do të më i trajtu. Megjithatë, kryeministri i Shqipërisë ishte i kujdesshëm në raport me përgjegjësinë, jo për Albin Kurtin si individ, por për kryeministrin e Kosovës, ishte vetëdijshëm për peshën që do t'ja bënte Kosovës në rast se do ta atakonte qeverinë për organizim për pjesëmarrje në këto protesta, por në fakt e dha mesazhin e qartë për gjithë ata që dojnë me kuptu, e kuptojnë se çfarë. Po flasin ministrat e tij, deputetët e tij, po dhe të qartë përgjegjës Kurtit dhe lëvizjen e tij për nxitje të pjesëmarrjes së kosovarëve dhe shqiptarëve. Për lëvizjen vetëvendosje, për Albin Kurti. Bekim Çoku, një figurë në ndarësinë politike të Kurtit është përfaqësuesi i lëvizjes vetëvendosje për Maqedoninë e Veriut. Ta kemi të qartë se as lëvizja vetëvendosje, as Kurti nuk ka të drejtë me ndiku apo me kriju situatat të cilat janë në dëm të kombit tonë, e që janë qofshin në Shqipëri, qofshin në Maqedoni. Ka pas akuza për Kurtin edhe për përfshirjen e tij në jetën politike në Maqedoni, ka pas ndërhyrje edhe në Preshevë, tani më në Shqipëri, çka do të thotë se figurën e kryeministit të Republikës së Kosovës Albin Kurti, të cilin neve kemi treguar që AKI e ka pas subjekt, e ka trajtuar si subjekt, e bën edhe më komplekse dhe ndoshta kërkon një vëmendje më të shtuar sa i përket personit dhe personalitetit që në këtë rast emrin e ka Albin Kurti. Unë kujtoj që për te diskutime që ne mund bëjmë, minimalisht inteligjenca kombëtare, në këtë rast shërbimi informativ kombëtar, duhet të ndërmarrë veprime konkrete për të analizuar krejt të shqetësime. Të nxjerrë nga fjoku dosjet për të komunikuar direkt me. Unë edhe ne përsëris që fakti që Washingtoni zyrtar heziton me pranuar brenda ambienteve të saj kryeministrin e Republikës së Kosovës
Kurti, kur dihet që në marrëdhënie me SHBA-n është marrëdhënie natyrale, atëherë ka për me diskutu, ka për me pa realisht çka po ndodhen këtë farë pune, se fundit edhe ne po them që çdo individ të cilit i minuhet shkurja në Shtetet e Bashkuara të Amerikës është në listat e zeza, është një person i cili SHBA-ja përmes mekanizmit të saj e ka trajtu angazhimin e tij saj tyre kriminal apo edhe kundër çështjes së kombëtare. Mos harrojmë një fakt që SHBA-ja i ka goditur shumë njerëz të cilët e kanë minu çështën kombëtare, duke u nisur në fakt që SHBA-ja është meritori kryesor i kësaj, mund të themi kësaj situate kombëtare që kemi ne në Ti lloj universi ku sot jetojmë politikisht të lirë në një vend demokratik. Të falenderoj shumë. Gjithashtu.